Kreu I Agjencisë OKB-s për refugjatët. Mohimi I ushqimit në Gaza është armë lufte. Filipe Lazarini, komisioneri I përgjithshëm I UNRWA, Agjencisë OKB-s që mbështet refugjatët palestinesë, ka folur në një intervistë të BBC-s ku tha se po I mbaronin fjalët për të përshkruar mjerimin dhe tragjedinë që po prek njerëzit në Gaza. Ata kanë kaluar tashmë më shumë se 2 muaj pas një ndihmë. Uria po përhapet, njerëzit janë të raskapitur, njerëzit janë të uritur, mund të presim që në javët e ardhshme nëse nuk vjen asnjë ndihmë, njerëzit nuk do vdesin për shkak të bombardimeve, por do vdesin për shkak të mungesës së ushqimit. Dhe ky mohim I ndihmës humanitare po përdoret si armë. Përditësimi I fundit I IPS tha se Gaza është pranë urisë e gjithë popullsia më shumë se 2 milion njerëz, pothuajse gjysma e cilëve janë fëmijë, po përjeton pa siguri akute ushqimore. Thënë thjesht, kjo do të thotë se ata po vuajnë nga bllokada e Izraelit. IPCS tha se 470.000 banor të Gazës, 22.3% popullsisë janë një klasifikim që quhen faza 5 katastrofike. IPS e përcakton atë si një gjendje në të cilën të paktën 1 në 5 familje përjeton një mungesë ekstreme ushqimi dhe përballet me urinë që rezulton në varfëri, nivele jashtëzakonisht kritike të keq ushqyerjes akute dhe vdekje. Në terma praktike, klasifikimi I fazës së parë në akut I përdorur nga IPS vlerësohet se 71.000 fëmijë dhe më shumë se 17.000 nëna do të kenë nevojë për trajtim urgjent për keq ushqyerje akute. Mijëra tonë ushqim, ndihmë mjekësore dhe furnizime humanitare që u nevojiten ndodhen vetëm pak kilometra larg në anën tjetër të kufirit në Egjipt. I pyetëm nëse ai ishte dakord me ata që kanë akuzuar Izraelin se mohon ushqimin dhe ndihmën humanitare civilëve si armë lufte, Lazarini tha, nuk kam absolutisht asnjë dyshim se kjo është ajo që kemi parë gjatë 19 muajve të fundit, veçanërisht gjatë 2 muajve të fundit. Ky është një krim lufte, tha ai.